Në kuadër të orëve të konsultimeve të maturës, po komentojnë nga teza 2023 tekstin letrar, fragmentin nga Iliada, kur Paridi ofroi të dy luftojnë me Agamemnonin që t'jap fund luftës midis dy kampeve. Së pari lexojmë tekstin. Teksti është ky. Këti ju suel I pamshmi lek hyneri. Lek hynor ish Paridi hynor. Në fakt Akili ish hynor, por Paridi për shkak të bukurisë dhe nga që ka mbështetje në Afërditës quhet kështu prej Homerit. Dhe I flet Hektorit. Hektor, e ndjej që ke shumë të drejtë të mëshash, pse zemërgur ke qenë gjithherë, si spata që dora e burit mjeshtrisht I mëshon, sa çam pajorin direkun, vetëm me një të rame, dhe krahu ti ma tepër jashton hovit. Këso zemre të rime rek në kraharorin tanë. Similitudet e famshme të vargjeve homerike, 100% e sigur që do të ketë një pyetje për to. Por aq dhunisht mos shaj dhanti të ambla, dhunti dhuratat e ambla, që në mu e reshi më dha Afrodit praruemja. Sa duket të jenë bukuria, dashuria, dhuratat e perëndeshës. S'duhen për çmuar ato dhanti fisnike që zotat na dikojnë, na japin, na përcjellin, hiri e pa hiri çfarë do qofshin. Në fakt tu ka të drejtë, nuk mund të përçmosh dhuratat që t'i japin zotat, që në fundit nuk e ke fajin ti për to, me hiro me pa hir, ti kanë dhënë do apo s'do ti. Por me që të ka hënda të dalë në dy luftim, që të sot trojanët dhe gjithë argejt, e në mes dy ushtrive, trimen e lau dhe unë sot për Helenën let luftojmë dhe për visaret saja, të marë fund grindja. Për herë të pare shojmë në fakt Paridin trim, sepse nuk është modeli herojt epik apo jo. Ai që prej ne dyve mbi shoqin del fitues, gruan le ta marrë me gjithë visaren shpitëve ta çoj, por mbi kurban më parë të gjithë betohunit që të veni bes e miqësi sot lidhni. Trojan, të ronit qetë në tokë tuaj pjellore, dhe Akej të kthejni në arg në za për vraça për kuaj të zinj dhe në Akaj në za për gratë të bukura. Pra, ka një kush që të dalë në dy luftime, do që të vendoset paqja pas kësaj. Kur e dëgjoj, me shpirt galdoi Hektori, u gëzua Hektori. Në mes trojanëve heshtën tu e vringlue, flakrimja behu e u bani shenjë me undal. Në vend qëndroi e gjithë ushtria e tij. Nga momenti që qëndron në vend ushtria duket që Hektori ti dëgjohet fjala, është autoritari. E atëherë danaj tu rekën me shitue me plagos. Mirë tu e jamat me vra me gure shgjeta, gjersa me za ushtues, rep tu vikati u thiri, mbreti fatosave Agamemnoni. Pushoni Akej mos shtini me shigjeta. O dje margej, paletin ndigjojmë çka duket po don të flas Hektor Tarogs Tunci, Tarogs pazmore Tunci, epitetet kompozita të Homerit. Të gjithë me herë pa zhurmë pushuan bataren. Duket fare qartë që edhe Agamemnoni po ashtu si Hektori është autoritar sepse dëgjojnë të gjithë apo jo. Mes dy ushtrive zut flas Hektori. Trojan e Akej, ndigjoni prej gojës time që thot Paridi, ai për shert të cilit plasi kjo luftë mes nesh. Vërtet për shert të tij nisi lufta apo jo. Pre ju shkërkon Trojan e Akej të flakt një armë të hijeshme nga toka që na ushqen, dhe vetëm leka me burin Menela në këtë lok trimnie për atë Helen të bukure përpajën me dy luftim t'i japin fund kësaj grindje. Ai që prej dyve del fitues mbi shoqin, ta marr gruan me pasurit saja e ta çojnë në shtëpitë vet. Dhe këtu bën tu e rah të bajmë armë pushim me besë lidhje të forta. Vineri që këto vargje përsëriten pothuajse të njëjtat si ato vargjet që kemi në krye kur I flet Paridi Hektorit. Këtu thotë të njëjtat gjëra me të njëjtat vargje Hektori në dy kampeve grekëve dhe trojanëve. Është ajo që quhet dremitja e Homerit, dremitja homerike, përsëritja. Kur foli ashtu ndër të gjithë ra heshtje vari. Pyetjet që e shoqërojnë këtë tekst në tezë janë 10 me alternativa dhe 7 me shtjellim. Ti shkëm me radhë. Pyetjet me alternativa janë të para. Gjuha e poemës dallohet për përshkrimet e gjata të hollësishme, gjuhën e ndërlikuar simbolike, figuracionin e kursyer apo stilin koncis. Në fakt, kur flasim për gjuhën e Homerit, vetëm figuracion të kursyer dhe stil koncis nuk mund të flasim. Po gjithashtu edhe gjuha nuk është as e ndërlikuar dhe as simbolike, kështu që I bie që të mbetet alternativa e parë e saktë. Përshkrimet janë të gjata dhe të hollësishme. Dhe po jap disa detaje për ta ilustruar, për ta vërtetuar këtë. Si thot Hektori, Trojan të ronit qetë në tokë tuaj pjellore dhe Akej të kthehen në ark në za për vraça dhe në Akaj në za për gratë bukura. Nuk thot thjesht Trojan të ronit qetë në tokën tuaj, Akej të kthehen në vendin e tyre. Jo, e shton dhe jep detaje të tepërta, detaje të shumta. Në tokë tuaj pjellore, në ark në za të famshëm pra për vraça, në Akaj të famshme në za për gratë bukura. Ose për shembull, e atëherë danaj të rekën me shitue dhe e shton me detaje të tjera si mirë tu e jamat me vra me gure me shgjeta. Duket fare qartë që alternativa është alternativa e saktë. Pyetja e dytë. Vepra Iliada është poezi lirike, poem lirike, poem epike apo roman në vargje? Pyetim për llojin e poemës se kemi përmendur te ora e parë konsultimeve, edhe te ora e dytë.
Prej Iliadës e ka marrë vetë emrin kjo lloj poeme, sepse është poema e parë epike në letërsinë evropiane, kështu që është alternative thjesht për të zgjedhur. Koha e brendshme e rrëfimit në poemin Iliada zhvillohet në një hark kohor prej 21, 31, 41 apo 51 ditësh. Gjithashtu edhe pyetjen për kohën e brendshme kemi përmendur te ora për konsultimeve. Tashmë e kemi përsëritur kaq herë këtë pyetje sa është pak e vështirë të bëjmë gabimin e vjetër të 10 vjetëve. 10 vjet zgjati lufta e Trojës, por Iliada vetë shtjellohet vetëm në 51 ditë. Shkaktare e luftës në këtë vepër është Andromaka, Briseida, Kriseida apo Helena. Pyetjen për shkaktaren e luftës e kemi përmendur te ora e parë konsultimeve. Duhet të kesh një ide të përgjithshme për veprën që t'ju përgjigjesh këtyre lloj pyetjeve. Domethënë janë pyetje që nuk kanë lidhje me fragmentin, po me veprën në përgjithësi. Edhe pyetja tjetër është një pyetje që nuk ka lidhje me fragmentin. Linjën kryesore të subjektit të veprës e përbën lufta mes Akilit dhe Agamemnonit, Hektorit dhe Paridit, Priamit dhe Paridit apo grekëve dhe trojanëve. Përdorim teknikën e heqjes të alternativave të gabuara. Hektori dhe Paridi dhe Priami dhe Paridi janë të njëjtit kamp, kështu që nuk luftojnë midis tyre. Atëherë cili është çelësi që të zgjedhim midis kush lufton, Akili dhe Agamemnoni apo grekët dhe trojanët? Çelësi është ky, Akili grindet, nuk lufton me Agamemnonin. Grekët luftojnë me trojanët. Dakor? Hidhemi tek pyetja tjetër. Cili është kuptimi i vargut kur foli ashtu ndër të gjithra heshtje vari? Në fakt është Hektori që pasi ka përcjell fjalët e Paridit kur foli ashtu pra ndër të gjithra heshtje vari. Hektori është një luftëtar që gëzon edhe vlerësimin e grekëve. Hektori bëri pakt me Agamemnonin pa pyetur askënd. Hektori dha një argument që i trodhi të gjitha, apo Hektori me fjalët e tij përkrahu grekët. Përdorim dhe këtu teknikën e heqjes të alternativave të gabuara. Hektori nuk bëri pakt me Agamemnon pa pyetur për askënd dhe Hektori nuk përkrahu grekët me fjalën e tij. Atëre, a dhe C na duken të mundshme, po cili është çelësi? Së pari Hektori nuk dha argument, thjesht parashtroi fjalët e Paridit, kështu që e heqim alternativën C. Vërtetojmë që është alternativa A, sepse thot gëzon edhe vlerësimin e grekëve, dhe duke gëzuar edhe vlerësimin e grekëve, prandaj edhe ndër të gjithë, ndër të dy palët, ra heshtje vari. Mjeti stilistik përdorur në vargun trojan, akej, flak, një armë të hijeshme është epitet metaforik, krahasim, antitezë, similituda. E kjo është pyetje thjesht duket fare qartë, armë të hijeshme që është epitet, madje epitet metaforik. Mjedisi ku zhvillohet ngjarja në fragmentin e dhënë është Olimpi, shesh lufta, pallati i Priamit apo kampi i grekëve. Edhe këtë pyetje kemi trajtuar, po që kishte lidhje me Iliadën, në përgjithësi jo me fragmentin. E veçanta e kësaj pyetje është që ka lidhje me fragment, duhet ta gjejmë këtu në fragment. Ku duket që është shesh lufta, fush beteja këtu? Në fakt në pjesën e parë kur Hektori flet me Paridin nuk merret vesh vendi, por në pjesën e dytë po. Përveç gjithë elementeve të tjera, unë do të veçoj një varg mes dy ushtrive zut të flas Hektori. Dhe pastaj mund ta shtojmë këtë varg me atë që pushuan trojanët së luftuari, pushuan nga fjalët e Agamemnonit edhe grekët së shtendi me shigjeta dhe me gur. Pra duket që është midis në fush betej, në shesh luftë. Në cilin nga vargjet është përdorur inversioni. Këti ju sulli pashmi lek hynori, Hektore ndjej që ke shumë të drejtë të mëshash, trojan të ronit qetë në tokë tuaj pjellore, e atëherë danaj të urekën me shitue. Si shtam një nga figurat më të dashura kur bie Iliada, është epiteti, sidomos epiteti kompozit, është krahasimi, sidomos similituda dhe patjetër anasjella. Duket e anasjella, këtu vendosja në rend të gabuare e gjymtyrëve, këti ju sull i pashmi lek hynori pashëm. Në qoftë se do të ishte me shtjellim, mund të kishte edhe një pyetje shtesë, në pyetje le të themi, tregon një efektin e saj të anasjellës, domethënë, çfarë do të theksoj këtu me këtë i pashmi lek hynori? Patjetër fjalën e vendosur në vend të gabuar, që lek hynori është i pashëm, i bukur, cilësinë e tij. Dhe pyetja e fundit me alternativa, cili prej personazheve përmend se shkaku i luftës është Paridi? Agamemnoni, Menelau, Hektori, Paridi, e duhet i kthehemi fragmentit që ta gjejmë. Me teknikën e heqjes të alternativave të gabuara, Menelau B hiqet sepse ai nuk flet në këtë fragment. Ndërkohë që kemi fjalë të Hektorit mes dy ushtrive zut të flas Hektori. Trojana akej ndigjoni pregojës sime, që thot Paridi, ai për sherr të cilit plasi kjo luftë mes nesh. S'ka nevojë të shkojmë alternativat e tjera, e gjetëm të saktën.